Riaktivizohen vatrat e zjarrit në masivin pyjor të Darzezës. Zjarri i djeshëm dogji rreth 4 hektar me bimësi e shkurre në nënkurorën e pyllit me pisha të Darzezës. Flakët që u përhapën me shpejtësi u vunën në kontroll fal një operacioni të përbashkët të shërbimeve zjarrfikse të Fierit, Roskovecit, Lushnjës, Patosit, punojësve të pyjores dhe banorëve të zonës. Ndërsa 2 buldozer të bashkisë Fieri erdhën në ndihmë situatës kritike për hapjen e korridoreve brenda masivit për të mundësuar hyrjen e mjeteve zjarrfikse. Gjatë natës, 2 mjete zjarrfikse dhe 3 grupe pune qëndruan në gatishmëri në rast të riaktivizimit të vatrave të zjarrit, të cilat të favorizuara nga era po ndizen sërish. Në vendngjarje 4 mjete zjarrfikse po punojnë për neutralizimin e flakëve. Gjithashtu, një vatër tjetër zjarri është ndezur mesditën e sotme në kodrat me ullishte të Zhupanit në Fier, në vendin e quajtur Takadrom. Flakët që janë përhapur me shpejtësi të favorizuara nga era janë pikasur nga banorët e zonës, që kanë njoftuar menjëherë shërbimet zjarrfikse. 2 mjete kanë vërritur menjëherë në vendngjarje, por ndërhyrja është e pamundur për shkak të terrenit të vështirë. Deri tani është djegur një sipërfaqe e konsiderueshme me bimësi, shkurre e ullinj, por fatmirësisht banesat ndodhen larg.